trashëgimtarët e atyre që erdhën fëmijë nga Çamëria, sepse një pjesë e tyre e madhe edhe ka ndruar jetë, janë shumë të vjetër sot, të mos kenë mundësi, një pjesë edhe të kthehen në vendet e tyre, por edhe ata që kthehen në vendet e tyre të mos kenë mundësi të shkojnë në gjykatë, ta fitojnë, është e tekaluar kjo pjesë. Kulla, kur jemi këtu te britanikët, unë e kam ndëgjuar nga historian, kur flasin për rolin e Britanisë në raport me shqiptarën, pikërisht në ato periudha, pra pas rënjes së perandorisë osmane deri në luftën e dytë botërore, nuk është se ka qenë shumë misor ndaj shqiptarëve. Shiko, nuk është puna se kanë qenë shumë misor. Në çështjen e Çamërisë, ata kanë qenë suportuesit numër 1 të grekëve në pastrimin etnik të ndodhur në Çamëri. Sepse ekziston një përcaktim tjetër s'paku në publikun shqiptar. Kjo është historia, tani çështja është që britanikët janë aleat tanë, janë miq tanë, na kanë ndihmuar në çështjen e Kosovës, na kanë ndihmuar në rezistencën antikomuniste, na kanë ndihmuar në çlirimin e Shqipërisë në luftën e dytë botërore, por për sa i përket çështjes së Çamërisë, britanikët të interesuar që Greqia të mos ishte një regjim tjetër komunist, flasim në kontekstin kur Shqipëria ishte një regjim komunist dhe anti-britanik, britanikët në mënyrë të hapur ndihmuan qeverinë greke dhe ultranacionalistët grek në ndodhinë e asaj që ndodhi me çamët në 44-45. Kulla, kalojmë pak pas luftës së dytë botërore dhe në regjimin e Enver Hoxhës. Si është trajtuar kjo çështje? Enver Hoxha e para njëherë deri nga 48-49 kur ndodhen ato ngjarjet që thash që në kufit e tij u bë luftë, u fut Greqia me trupa e tjerë. Enver Hoxha kishte hallin e mbjetesës vet edhe si pushtet edhe si shtet. Ai në 2 momente e ka trajtuar çështjen Çame. Është momenti kur në konferencën e famshme të Parisit në 46-ën u diskutua vendosja e kufinjve dhe njojës së shteteve e tjera, dhe ai e deklaroi veten që ne kemi qenë një popull dhe një shtet në luftë kundër nazizmit dhe fashizmit dhe kemi qenë viktime e pushtimit të tyre. Ai sa ime të drejtë citoi edhe batalionet partizan Çame, të cilët luftuan kundër nazistëve në luftën e dytë botërore edhe në Greqi edhe në Shqipëri. Edhe momenti tjetër është kur ai i kërkoi pikërisht Stalinit që të mbrohej nga pushtimi i grek pasi kishte ndodhur pastrimi etnik i çamëve. Por janë 2 momente në të cilat ai e përmend çështjen Çame, jo se do të kthej shqiptarët e Çamërisë aty, por e përmend çështjen Çame për ekzistencën e shtetit shqiptar. Por de facto ka ndodhur pastrim etnik. Dhe ai është një moment që rusët sovjetikët kanë ndihmuar Shqipërinë që mos ndodhte as pushtimi jugoslav mbi Shqipëri dhe as pushtimi më tjeshëm i grekëve në Shqipëri. Gjatë kohës së Bashkimit Sovjetik për komunizmit, Greqia ka pas marrëdhënie me Bashkimin Sovjetik apo ka qenë në kampin? Ka patur. Greqia ishte me të si shtet ortodoks. Me të djathtë, po ki parasysh që Greqia deri vonë ka qenë një shtet diktatorial. Ishin ushtarakët që juntat ushtarake ishin ato që dhe juntat ushtarake ishin me përkrahjen e britanikëve dhe të amerikanëve. Sepse në atë kohë logjika ishte që duhet ta ruajmë Greqinë dhe Turqinë nga komunizmi, duke patur parasysh që Jugosllavia ishte një shtet i madh komunist, por edhe Shqipëria e vogël ishte një diktaturë komuniste.